Euro me avrit pagat punëtorëve të sektorit publik. Aq na duhen neve për mirujt 150.000 vendet punës. Energjia elektrike është dritë, është motor i zhvillimit ekonomik, edhe buka e cila pjekët vjen prej energjisë elektrike që konsumojnë qytetarët e Republikës Kosovës. Mos na mbyllni bizneset, mos na mbyllni vendet e punës, mos na lini pa tabura. Ju lutemi shumë, reagoni sa nuk është vonë. Mrapa neve janë ata që ndërtuan ura dhe sjellën gjithçka në vendin tonë. Lirë s'mund të filloj me një monopol. Këto janë kushtet tona, asgjë më shumë. Euro me avrit pagat punëtorëve të sektorit publik. Aq na duhen neve për mirujt 150.000 vendet punës. Asnjë më shumë. 30 milionera dhe BE ka thonë që me dalë në tranzicion kadal në treg të lirë, jo me në monopol. Nuk pëtoj më shumë. Për 4 vjetë, importi është rritë 800% më shumë se eksporti i Kosovës. Në qoftë se vazhdon kjo, importi do të rritë 8.000% dhe ne do të metemi rrugëve. Nuk jemi sot këtu për luks, nuk jemi me kërku mëshirë, jemi me kërku një të drejtë tonën që na takon. Energjia elektrike është dritë, është motor i zhvillimit ekonomik, edhe buka e cila pjekët vjen prej energjisë elektrike që konsumojnë qytetarët e Republikës Kosovës. Çdo ndërhyrje në çmimin e energjisë është ndërhyrje në standardin jetësor të qytetarëve të Republikës Kosovës. Ne të gjithë e kemi një kërkesë të vetëm. Na japni një fazë të tranzicionit, përgatitni tregun, më pas edhe një paket e cilën e kanë pas gjitha vendet e rajonit të Evropës, po dhe më gjërë që i kanë ndihmu biznesit që mos me vrejt asë një efekt negativ, mos me ndiku në ullje ose në mbyllje të biznesit dhe mos me ndiku në ullje në standardit qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne nuk jem fajtor që së pari nuk është përgatit tregu, nuk kem konkurencë, kemi monopol, dalja në treg të lirë nuk është asë një biznes kundër daljes në tregun e lirë. Duhet ta dinë të gjithë, e përsëris. Asë një biznes nuk është në kundër daljes në tregun e lirë. Dojmë treg të lirë, dojmë të kemë konkurencë, dojmë dalim në treg të lirë me vullnetin ton, jo në mënyrë të lëndshme. Mos na mbyllni bizneset, mos na mbyllni vendet e punës, mos na lini pa tabura. Kërkesa jonë është që mbrenda 10 dite, zëreja ta pezulloj Qeveria e Republikës Kosovës të ulë të cilat do t'i ndihmojnë biznesit që të mos t'a vrej efektin negativ, që të mos ndikojnë në kostën e jetës e qytetarëve të Republikës Kosovës. I bëjmë qeverisë detyrë zërojes, nga dita e parë kërkesa jonë ka qenë nuk kërkojmë lëmosh, kërkojmë tranzicion. Nuk ka tranzicion kur s'ka konkurencë në tregun e lirë. Ju lutem shumë, mos na i detyroni të rrisim çmimit, respektojeni ligjin. Energjia është për zhvillim, jo për shkatrim të biznesit prodhues. Ju lutemi shumë, reagoni sa nuk është vonë. Mrapa neve janë ata që ndërtuan ura dhe sjellën gjithçka në vendin tonë. Këta janë ata që ndërtuan edhe qeveri, edhe ministri dhe edhe të gjithën sot që po gëzojmë. Mos ja merrni rinin, mos ja merrni paga. Duke pasur parasysh shtrejtimin e energjisë me dikon 250% me një herë, është shumë e pakapshme. Edhe shpresojmë tash që komë ndërmor diçka qeveria apo këto zëre si shpiqojnë. Sigurisht që nuk do të ndalën protesta deri sa të bëjë diçka, se askush deri tash nuk ka thonë që
Jo, nuk e pranojmë mirë po jo në këta kushte direkt. Mi dhon pa kohë fabrika.